Në para të thuash se ky është spekulim ose ne spekulojmë për një rand të ri botnor, edhe nëse është kjo iniciative Trumpit, ajo mund gjatë 2 ose 3 vjet edhe të shuhet, kjo është gabim logjik politik, për mu. E para, kur randi ri niset prej perandorive. Dhe në këtë rast, perandoria, çfarë është Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i mbledh shtetet në fillim këto që janë. Mund të bëj vetëm një pyetje për sqarim. Ky rendi i ri, mund të na përkufizosh për cilin rend flitet? Si e ka emrin? Po mundohem, nuk është krijuar pra. Po mundohem të sqarojmë. Ore, për rendin e ri botrore kemi emisionin. Jo. Se unë të kam thënë për tonë ndërkombëtare, nuk vi. Po folëm ku do shkoj bota, unë s'jam... Ne kemi për Shqiprinë. Ne lokaliteti ynë, ne të shkretët ku povem. Këtu e kam unë. Nuk jam interesuar as me thanë se dikush është bythëlpirës i këtij portit paqes, pra aty se s'ka kuptim ajo fjali. As nuk mund të thëmë që njeriu i cili ka marrë letër po bën propagandë, është detyrë e tij tek e fundit. Dhe as nuk mund të edhe detyrë propagandistëve është ta shumëfishojnë propagandën, dakord, gjithçka e justifikueshme. Jo, ashtu siç e ke qëndrimin tënd, që e ka një rrjedhë logjike, një pyetje. A bën ta përfundoj mendimin unë se përgjithësisht kërkon. Ty si gazetar, a të vjen turp kur dëgjon ministren tënde të jashtme të gënjej për faktet, jo për të gënjej për faktet dhe dali nga selia e ministrisë të jashtme dhe të thot Trumpi, gjë që s'ishte as në letër, Trumpi njohu që Edi Rama është një lider i respektuar botërisht. Citoj Trumpin për një gjë që nuk e ka thënë. E qa me ndonë diqa do të duhet, thoshte ministra e jashtme, për liderin e vetë dhe për kryeministrin? Të thoshte që unë mendoj... Prandaj e njeri lirë, prandaj e gazetare dhe thu qatë dush. Një ministra e jashtme e ka detyrim të gënjej për faktet. Respektin, PR-in për qeverin e ti. E ka për detyrim të gënjej për faktet, thua ti, dakord ma. Në qoftë se ti e një gazetar që thua që ministrat e kanë detyrim të gënjejnë për faktet, ne këtu ndajemi 100%. Unë them që të paktën të faktet zë lëvizin. Cili është fakti? Fakti është që ajo nuk mund të citoj Trumpin për një gjë që nuk e ka thënë. Dhe kjo çfarë tregon? Kjo tregon derisa ajo gënjen dhe gjithë burit e propagandës shumëfishojnë të njëjtën gjë. Tregon atë që po të them unë, spitalin e të çmendurve ku jetojmë dhe ju që më koni këtë lloj pavioni. A bon ta sqarojmë. Veç pa ndërprerje, se s'ka problem. Nuk ka as ndërprerje tani. Detyra e neve si gazetar është të japim lajmin e drejt, kurse të japim komendet tona për arsye se e kemi detyrë profesionale të themi që zonja Eliza Spiropali ka gënjur dhe ka përdorur fakte për qëllim propagande. Ajo është detyra jote. Se çfarë thot ajo si ministre e jashtme për shefin e saj, nuk besoj që na do t'i them t'i vihet turp. Arsye se ka detyrë që ta thot atë për cilën... More, unë s'kam problem kur i thot Skënderbe, unë kam problem kur gënjen për faktet. Ta vazhdoj. Tash të kthehemi te letra e Trumpit. Letra, po. Që t'jemi të qartë. Letra e Trumpit, realisht është një projekt shumë i vjetër i punuar nga njerëz serioz, të cilët na mund t'i quajmë se janë racist, që janë i përngjaj Hitlerit, që kanë bërë gjenocid në Gaza, por ata e kanë bërë një projekt menda konceptit MAGA. Na pëlqen ne apo jo, na duhet mu ballafaqu me realitetin. Dhe i kemi përballë pse lindi ky bord i paqes. Për arsye se OKB-ja dhe e bëri një krye prokuror britanez që
e akuzoi Putinin për gjenocid. Nuk është kërkuar, sprovojnë me burgos, sprovojnë me ndalë dhe sprovojnë me diskutu dhe me negociu me ta. Shkojnë Maduron, e marrin atje dhe një Evropë tërë e nxjerrin nga kryeministria, nga shtrati dhe një Evropë tërë hesht dhe i ka të gjithë gjua atyre është ambigue, ose mos ma mirë me thonë pa këllqe. E kemi një Evropë e cila s'din me mbrojt Grënlandën dhe dorëzon edhe thot aman mos e bëj këtë. Dhe e kemi një Evropë që s'din me mbrojt vlerat e veta. Edhe unë jam deri në qiell me këto vlera. Dhe kjo pafuqi e bën këtë njeri që është që quhet maga, se sot Donald Trump është jam i përvetshëm, që të ndërtoj rendin e ri botnor të cilën na po e shohim. Dhe pse? Për një arsye të vetme, ju thot evropianëve, ma jap një Grënlandën se ju s'jeni në gjendje ta mbroni nga Kina dhe Rusia, dhe mos më futni në luftë ma vonë kur ata e marrin dhe ju jeni të pafuqishëm ta mbroni. Siç jeni të pafuqishëm ta mbroni Ukrainën. Ja, kjo është arsyeja e kemi një bord paqës edhe për zotriu i cili tha se rendi ri botnor është spekulim. Spekulim? Nuk thash spekulim, thash nuk është frymësuar, më citot drejt. Thash nuk është frymësuar, nuk thash që spekulim, sigurisht që jemi në rrugtimin për rendin e ri botror. Qa është frymësimi i rendit të ri botror? Ja kështu, nis me njerëz të cilët janë të vegjël. Po s'është pra ashtu, nuk është ashtu fare, po s'është ashtu fare. Se rendi pas luftës dytë botërore, nëse do kishte vazhduar me fuqinë e Hitlerit, sot nuk do ishin këtu, fal. E filloi Hitleri, fal. E filloi Hitleri rendi botror që kishim që trashëguam. Mos shko tutje, Po s'është pra ashtu. Hyn te historia, si u shkatrua Liga e Kombeve. Ma thuj. S'është ashtu fare pahet. Nuk është frymësuar o baton, nuk është frymësuar o burr. Dhe degur të frymësohet, mund të ndryshojë trajektore disa herë. Këtë po them. Ka lezet me folë gjithë. Po si s'u shformsuar më burr? Ne logjika politike thot i ka dy superfuqi të cilat janë duke u ballavaçuar dhe ajo që du të them se të vite tema lokale, më thuj ti duhet të rreshtohesh, e ke një mundësi të rreshtohesh nga Amerika, nga Kina apo Rusia. Dhe të jesh pjesë e bordit paqës është rrugë domosdoshme, mos thonë që rrugë vetme. Se të jesh me Rusinë, do të thotë bëjsh vetvrasje. Të jesh me Kinën, do të thonë ti nuk ekziston si shtet më. Dhe mbi këtë pragmatizëm, unë nuk e di. Trumpi me Rusinë zgjidhi problemin e Ukrainës, nuk e zgjidhi me Europën, as me ne. Se ishte palë ndërluftuese që në këtë do të zgjidhte. Dhe mërveshjet e mëdha prapë në të bëjnë. A di pse zgjidhi pa Evropën? Se Evropa nuk mundi me mbrojt territorin e vet që e futi ose që i ndihmoi Ukrainës të futet luftë. Sot Ukraina, po mos kishte këto mbështetje të pakta amerikane, ku e di unë ku do t'ishte territori saj. Dhe fakti, i fundit që desha të thëmë, që rendi botnor është gati, është në rrugë, sepse shtetet çfarë është Rusia, nuk respekton Këshillin e Sigurimit, nuk respekton ashtu dhe ja mori territorin me pushtim Ukrainës dhe s'jemi në gjendje ta mbrojmë rendin e ri botnor, është thjesht kjo punë. Dhe mbi këto premisa, ka du të shkojsh ti me atë letrën. Dhe normalisht që duhet të egzaltohesh që të vjen një letër, një ndër të parat letra që i vihet liderëve, dhe thu po e pranoj me nguti. Pra arsye se e ka një emër të mirë që është bordi paqës, por të tjerat pastaj janë pasoja. Se dhe na edhe dim nëse fuqinë e shtetit tonë, dhe na e dim se sa ekonomikisht është e fortë. Dhe ti me qenë arrogant, mundesh në një kafe intelektuale ku debaton, por kur je shtetar, me qenë arrogant,